Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku për të ndaluar një herë tek historia e zonjës Ramize. Zonja Ramize ka shkruar në emailin tim dhe ka dashur të ndaj historinë e saj të trisht, një pabesi, një tradhti që i ka ndodhur në jetë, që zonja Ramize sot përballet me dy ngjarjet të vërteta të jetës së saj, fëmijët dhe një fëmijë që u erdhi nga hiçi. Po si ka ardhur ky fëmijë nga hiçi, do ta kuptoni gjatë interpretimit të historisë. Mirëdita Tiranë. Unë që po të shkruaj jam Ramizja. Jetoj në qytetin e bukur të Gjakovës. Por jeta ime nuk ishte një besim i plot. Unë u dashurova me bashkëshortin tim në studime. Studionim që të dy në Prishtinë. Ai ishte në arkitekturë, ndërsa unë isha në mjeksi. Dhe në vitin e 4 të studimeve, mua më duheshte të lë studimet për çështjet financiare. Për vite të tëra në Kosovë nuk arritëm dot të ndërtonim jetën ashtu siç ne dëshironim. Dhe pas luftës së Kosovës, si të gjithë shqiptarët që u munduan të gjenin një mundësi për të rindërtuar jetën e tyre, ashtu gjetëm edhe ne. Ikëm në Suedi. Erdhëm në Suedi që të dy, me shumë vuajtje dhe me shumë vështirësi. Prindërit e mi që në fillimet e dashurisë time nuk ishin dakord për këtë djalë sepse ja njihnin familjen. Dhe kjo gjë që më ndodhi mua, më herët i ka ndodhur edhe gjyshes së burit tim. Por dua të shkoj avash e avash për ta shpjeguar. Im shoq ishte një burr i cili ishte i rregullt në familje dhe nuk të linte që ta kuptosh se mund të bënte dy jetë paralele. Ne ishim shumë të lumtur. Nga martesa ime lindën dy fëmijë, djali i madh Arbri dhe vajza ime e vogël Krenaria. Arbri dhe Krenaria rriteshin me dashurinë e babait sikur të mos kishte ndodhur asnjë gjë. Ndërsa burri im punonte me udhëtime, edhe shpesh herë më thonte me javë të tëra që unë nuk do të kthehem dot në shtëpi sepse kam një rrugë për të bërë. Besimi ishte shumë i madh. E besoja tepër dhe i kënaqesha dashurisë me të. Pas 13 vitesh martesë, fëmijët të rritur e të mëdhenj, unë arrita të kuptoj një të vërtetë. Një të vërtetë që mua më tronditi. Për vite me radhë, në jetën e bashkëshortit tim, ishte edhe një grua tjetër. Një grua që kishte përjetuar një histori të rëndë në jetë, dhe që ishte ndarë me burrin e saj të parë dhe ishte ngjitur me burrin tim. Por, në 3 vjeçarin e marrëdhënies së tyre, ajo kishte ndruar jetë. Ajo me burrin tim kishte patur vetëm një djalë. Një djalë që im shoq kujdesej për të, edhe pse ky fëmijë rriteshte në jetimore. Si arrita unë ta kuptoj këtë të vërtetë? Në zyrtarin e kasafortës, në zyrën e bashkëshortit tim, gjeta disa letra. Disa letra që shkruanin për atësi. Rastësisht shkova të pi kafe dhe im shoqi ishte në takim edhe më thotë që më prit tek zyra e punës. Për 15 minuta unë do të vi. Ndryshimet dukeshin në fytyrën e tij, në trupin e tij, ai filloi që të dobësohej, por unë mendoja që mund të jetë ndonjë dietë që ai po mbante dhe jo një realitet i hidhur. Duke kontrolluar se ç'më çoi Zoti të hap atë kasafort, dhe gjeta këto letra që në fakt më befasuan. Në letra shkruante zyra edhe ku është bërë bartja e fëmijës në jetimore. Bëra të gjitha ulumtimet për muaj me radhë dhe arrita të kuptoj që një fëmijë ndodhej në jetimore dhe babai i këtij fëmijës ishte im shoq. Nuk dija se si ta logjikoj këtë gjë. Nuk dija se si t'i shkoj kësaj gjës nga mbrapa. Nuk dija se ku do ta ndërlidh. Asnjëherë në familjen time nuk rash në sy për këtë gjë. Asnjëherë në familjen time nuk
nuk u vura në vesh fëmijëve të mi që unë po studioj një histori. Dhe ditët po kalonin dhe unë rash në kontakt me drejtoreshën të shtëpisë për jetim ku fëmijët jetim qëndrojnë. Drejtoresha ma pranoi që personi i cili e ka regjistruar këtë fëmijë është personi që im shoq mbante emrin. Dhe fillova që të hulumtoj të gjithë historikun. Dhe në historikun gjeta që ky fëmijë kishte ardhur në jetë nga një nënë e cila kishte ndruar jetë 2 vite më parë. Nuk doja t'ja them bashkëshortit tim, por duheshte të ulem ta bisedoj me të sepse nuk po gjeja dot asnjë zinxhir lidhje për të kuptuar këtë histori. E thras për kafe. Bie dakord që të vije. Edhe ja them avash e avash, për të mos e lënduar. E uli kokën, sepse ndonjëherë ne duhet dalim përballë të vërtetës. Duke më thënë që po është e vërtetë. Ma tregoi të gjithë ngjarjen. Për mua ishte një dramë shumë e rëndë. Por, ky fëmijë kishte nevojë më shumë se kur. Ky fëmijë kishte nevojë për familjen dhe realisht ai e kishte familjen e tij. Dhe ne kështu vendosëm. Pas një jave që patëm edhe zënka për këtë histori, unë vendosa që këtë fëmijë të mos ta lëm në jetimore dhe ta marrim në shtëpinë tonë. Ishte e pabesueshme për bashkëshortin tim, por unë bëra një ngjarje të tillë. Shkuam në jetimore, bëm edhe kërkesën, me të drejtë të plot, pasi që i ati është gjallë, mundeshte ta marrin fëmijën, dhe ne e morëm këtë fëmijë. Sot, ai fëmijë jeton me ne. Është shumë i lumtur edhe i gëzuar. Ka një motër edhe një vëlla. Dhe unë kujdesem sikur të jem nëna e tij. Nëse unë do ta kisha gjykuar dhe do ta kisha dënuar, ndoshta do të kisha bërë gabimin më të madh të jetës time. Por unë thjesht u ula edhe mendova, çfarë ka fëmia dhe çfarë ka im shoq. Ka ndodhur, është një histori e kaluar, është një histori që është mbyllur, më vjen shumë keq për zonjën në fjalë, por thjesht faktit ato kanë parë një ndjesi brenda vetes së tyre. Sot, unë jam bërë nën nga hiçi, kështu e quaj, por jam nëna më e lumtur në botë, sepse Zoti në jetë më solli një fëmijë të mrekullueshëm. Çuditërisht djali është shumë inteligjent, është shumë i dashur, është shumë pozitiv dhe ngjason shumë nga babai i tij. Kjo është një mesazh që unë dua të transmetoj tek të gjithë njerëzit dhe tek të gjithë shpirtrat në këtë botë, që bëni vepra të bukura pa marrë parasysh se si ndesheni me to. Unë u ndosha nga një person që nuk e imagjinoja dot që mund të bënte një vepër të tillë, por sot jam e lumtur, sepse ne sot gëzojmë një familje shumë më të bukur sa ishim.